nuk është se sot ka një provë ose një fakt që ai është tradhtar. Pra çfarë ka tratu? Sepse këta akuzojnë për Shkodrën, por në Shkodër ka qenë një nga drejtuesit kryesorë të kësaj lufte, luftës më të madhe që kanë bërë shqiptarët, themon, dhe aty ka dhënë një kontribut maksimal, sepse pothuajse sa forca osmane kishte në Shkodër, aq ka sjellë këtu nga Shqipëria e Mesme dhe nga Veriu në luftën e Shkodër, pra forca vullnetare të mobilizuara vullnetarisht nga Esat Pashtoptani. Ai është përpjek që aty të bëjë një qëndrejtje të jashtëzakonshme dhe rënja e Shkodrës, dorëzimi i saj ka ndodhur për shkak të mbarimit të municioneve dhe të rezervave ushqimore. Mirë po, kundërshtarët e tij politik, të cilët në luftën e Shkodrës nuk kanë dhënë asnjë kontribut, më vonë, për arsye të konkurrencës politike dhe luftës që ata kishin me njëri tjetrin, kanë nxjerrë fake newsin që ky e ka shitur Shkodrën.